Kryeadministratori i ri i Kosovës, Joachim Rüker, pohon për BBC-n se brenda pak muajsh misioni i OKB-s që ai do të drejtojë do të mbyllet pas 7 vitesh administrimi në Kosovë. Rüker thotë se UNMIK-u është vetëm ndihmës në procesin e zgjidhjes së statusit të Kosovës dhe do ta ndihmojë Marti Ahtisarin për të gjetur një zgjidhje të pranueshme. Diplomati që pason në këtë postë danezin Soren Jessen Petersen shprehet se serbët e Kosovës kanë filluar ta rivlerësojnë pozitën e tyre në shoqërinë kosovare. Është një nder dhe privilegj, por gjithashtu një sfidë dhe përgjegjësi. Dhe unë pres që të jem kryeadministratori i fundit, ka deklaruar ai gjatë një interviste për BBC-n. Mendoj se është e drejtë të thuhet se po hym në një fazë të re të situatës politike në Kosovë, ka shtuar Rüker. Kam bindjen se serbët e Kosovës po e rivlerësojnë pozitën në shoqërinë kosovare. Ata po e kuptojnë se mund ta shtrinë ndikimin e tyre vetëm nëse janë pjesëmarrës në proces. Gjithashtu në një farë mënyre ata kanë filluar të ndërgjegjësohen se nuk duhet të pranojnë më instruksione nga Beogradi për të bojkotuar institucionet e Kosovës. Rüker thekson se pas një periudhe prej 6 apo 7 vitesh të periudhës kalimtare, kosovarët e meritojnë një perspektivë së qartë dhe shprehet se do të ndihmojë që kjo të bëhet realitet.